Partia Demokratike proteston pas ditën e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, lidhur me mbylljen e TikTok. Qytetarët janë thirrur nga kreu demokrat dhe partitë të tjera opozitare për të protestuar lidhur me vendimin për mbylljen e rrjetit social, që konsiderohet si një vendim që censuron shqiptarët dhe që ka lidhje me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Rinia kundër censurës është motoja e protestës, ndërkohë që në një nga pankartat shkruhet: "E çove edhe TikTok në emigrim" apo "E vrave TikTok". Kreu i PD-s Sali Berisha, në dallim nga protestat e mëparshme kur startonte nga selia e Partisë Demokratike për t'u bashkuar me protestuesit, këtë radhë do të niset nga banesa e tij për t'u bashkuar më pas të rinjve, të cilët kanë filluar të grumbullohen. Protesta do të udhëhiqet nga të rinjtë e FRPD-s dhe kjo është protesta e parë që nga momenti që PD ka ndërprer atë që konsideroi si mosbindja civile, që për disa muaj përmblodhi disa lloje protestash që më shumë shkaktonin kaos në rrugët e Tiranës, sesa kishin qëllim rrëzimin e qeverisë, si kundër shprehjeshin drejtuesit demokrat. Protesta do të zgjasë deri në orën 21:00 dhe parashikohet që të ketë folës kryesisht nga radhët e FRPD-s. Protesta ka vënë në gatishmëri policinë e shtetit. Burime nga policia bëjnë me dije se 800 forca të policisë, duke nisur nga ato të rendit FNSH Shqiponjat, do të jenë në terren për mbarvajtjen e protestës. Në gatishmëri do të jenë edhe forcat e Renea në rast të nevoje. Ndërkohë në protestë të gjithë efektivët do të jenë të pajisur me maska kundra gaz, do të ketë edhe 5 autobote me ujë. Nëse do të ketë nevojë në rast të incidentesh, si në çdo protestë, do të krijohet kordoni me efektivet e policisë përpara kryeministrisë dhe perimetrit rreth saj. Në terren do të përfshihen edhe agjentët civil për të monitoruar mbarvajtjen e protestës. Dyert e kryeministrisë do të jenë të blinduara me veshje metalike. Policia ka instaluar përgjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit kamera me rezolucion të lartë. Kryepolici Ilir Proda ka zhvilluar mbledhje dje me vartësit e tij lidhur me mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë nga policia gjatë protestës. Kryepolici ka dhënë porosi të lidhur me detyrat e policisë për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë. Bëhet me dije se Proda u ka kërkuar vartësve që të kenë kujdes dhe të mos provokohen nga protestuesit dhe të ruajnë qetësinë. Gjithashtu drejtori i përgjithshëm u ka kërkuar që ndërhyrjet të jenë të minimizuara vetëm në rast të nevoje dhe të mos krijohen përplasje të provokuara.